Grupi asnjë cent më shumë grup ky i cili që kur në publik doli lajmi se mund të shtrejtohet energjia elektrike ka organizuar disa protesta. Sot me 2 maj pra 2025 në gjykatën themelore në Prishtinë ka dorëzuar padi kundër vendimit të zyrës së rregullatorit për energji. Si që kemi thënë edhe në prononcimit paraprake, vendimi është marrë në bindjen tonë në shkelje të shumta ligjore, është vendimi natyrës diskriminuese, është marrë në shkelje të ligjit si të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, po ashtu edhe të ligjit për zyrën e rregullatorit të energjisë, dhe në rrjedhë të kësaj ne jemi përpjek me argumentu para gjykatës se një vendim i tillë duhet të anulohet dhe procesi të kthehet në pikën 0. Po ashtu, vlen theksohet që krahas padisë ne kemi bërë edhe propozimin për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit si mas për sigurimin e padisë, për faktin se jemi të bindur që plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 100 të ligjit për konflikt administrativ, për faktin se një vendim i tillë është natyrisht me pasoja zinxhirore dhe të pariparueshme për palët rrjedhimisht për qytetarët. Kemi mbet peng i konstituimit të Kuvendit të Kosovës për arsye se aty është adresa ku ne duhet ta adresojmë presionin e si rezultati mungesës së konstituimit nuk kemi pasur as arsye të thrasim njerëzit, as kujt bëjmë presion për arsye se ata janë në presionin e vet si rezultati mungesës së gatishmërisë për konstituim, edhe për këtu ju bëjmë thirrje që ta konstituojnë Kuvendin, e që posa të konstituohet Kuvendi, ata do të përballen me presionin tonë qytetar për vetëm qëllim që t'jenë në nivelin e detyrës dhe vendimarrja e tyre t'jetë në interes të publikës dhe republikës. Zyra e rregullatorit të energjisë me 16 prill 2025 caktoi tarifat e reja të energjisë që do të jenë 16.1% më të larta. Bordi Zërrejs kishte vendosur që rritja prej 16.1% të jetë lineare për të gjithë konsumatorët, teksa vendimi hyri në fuqi me 1 maj 2025.